Mi më mirë, jo, se mund të vetëm Maroku do ishte po që se do krijon një pak. Kishte në një Kolumbian, për shumë, mund të ishte edhe Kolumbia. Edhe kjo Nuk e ka forcën Kolumbia. Edhe kjo pjesa e kësaj që shkon dhe vit deri këtu, u pan në fund fare, neshjet e fundit ishin çik shumë më të vështira. Argentina ka pas më të lehtë rrugtimin për të ardhur deri këtu. Argentina i ka pas shumë të lehtë. Domethënë si Spanja edhe Franca, vetëm me Marokun kishte se ishte kështu dhe u duk ishte shumë fort. Franca me Maroku, por shiko, si ishte faji Francës që iku Gjermania. Jo. Edhe lutje me Paraguay. Apo iku Hollanda nga Maroku edhe. Skema që ata do luanin me Gjermaninë. Franca skemën e kishte do përplasë me Gjermaninë, po me Hollandën. Edhe me Hollandën. Ja, jo, gjatë gjithë kampionatit deri në gjysmën finale nuk u ndesh mas një nga 10 skuadrat e parë. Edhe me Zvicrën mbasi vështirësi aq shumë të mëdha. Pra dy nga skuadrat që realisht mendoheshin. Me Zvicrën ishte mëkat për Zvicrën, sepse Zvicrës ju roli me të kuqe. Kuqe e Zvicrës ishte domethënë. Tjetër diskutim. Por themi, ky lloj rrugtimi na ka lënë themi dy shije jo fort mira për Portugalinë dhe për Hollandën. Besoj nga skuadrat votuara për sa i përket fillimit. Portugalin, Maxi, unë jo se jam në specialist, jo se jam në profet. Jo, je specialist, po. Ja, mund t'jem, po them kaq. Portugalia me një grup jashtëzakonisht mirë futbollistësh. Pa përmendur ato të Paris Saint-Germain, do Mendes, Neves. Po, i kemi përmendur, po. Portugalia është i dyti vit, ose dyta herë në kampionatin botror, që vuan pasojat e Ronaldos. Je dakord? Jo, mund po s'jet vajza dakord, po flasim serios, nuk po flasim për Ronaldo si model. Ne po themi tash, për Ronaldon sot, as për Ronaldon e dieshëm. Ronaldon sot, Portugalis i ka prishur. Një pyetje kam, vetëm një tek. Jo, bëjmë pyetje, s'ka si problem. Mos harrojmë që nuk është pasuar asnjë top. Sulmi është dobët, është skuadra. Nuk është gjithë skuadra. Si pasonin topin Ronaldo. Se i kishin inat. Po jo. Unë të kuptoj, e di që nuk kam mbështetur. Ronaldo nuk mund, Ronaldo ka qenë një nga lojtarët më të mëdhenj të globit bashkë me Messi. Por Ronaldo, duke filluar nga kampionati i kaluar botror dhe për këtë shkak e psoi Portugalia në kampionatin e kaluar, shkarkoi dhe trajnerin që guxoi për të zvendësuar Ronaldo në një ndeshje tjetër me radhë. Dhe Portugalia u largua Ronaldo në këtë botror pengoi Portugalinë, ndoshta për tezën e parë. Bledi, je dakordi? Ndërkohë që po gjen besoj formacionet Jo, formacionet ku dalin, po në rregull, mirë. Po shikoja një moment tjetër dhe ta shpjegoj pastaj. Tash në Ronaldo ka një gjë që duke qenë idhull i madh në gjithë botën. Nuk mund të jetë me një karrierë të jashtëzakonshme për këtë brez, që është edhe për gjitha brezat. Kuptohet, njerëzit e duan që të jetë në fushë, edhe i vetë dëshiron të jetë në fushë. Por për rolin që është, se ne kemi thënë dhe përpara. Njerëzit e duan njerëzit, jo futbollin. Për rolin që ai luan në fushë, si sulmues. Vitet që kanë bisupe e pengojnë aq më tepër. Futbolli ka moshën më. Gjithmonë ka qenë një futbollist që bazohet tek shpejtësia, tek forca fizike. Messi është lojtar tjetër, luan brapa, lojtar teknik. Po the moshën, mos e përjashton Messi. Po the talent, ta mbaroj fjalë Maxi. Po. Messi luan me pasimin, me gjujtjen, ka vizionin e lojës. Në atë vizion lojë ti në 3 metra vend ti mund bësh shumë gjëra. Si ka bërë 20 metra vrapon Messi gjithë lojë. Karakteristikat e Po tjetër karakteristikë, kurse Ronaldo duhet bëj golin, që të bësh golin duhet mposhesh mbrojtje kundërshtar. Ja 1 minutë Ermal. 12 topin. Ronaldo dhe Messi kanë pasur karakteristika të ndryshme. Po gjithmonë ka qenë ndryshëm si lojtar. Ronaldo ka qenë i shpejt, i fortë, goditës e tjera me radhë. Kishte një përgatitje fizike të jashtëzakonshme. Messi, baza e futbollit Messi është ajo teknike e magjikshme. Teknika nuk u mbet. Edhe 200 vjeç po të vesh do ta ndalosh atë topin. Do ta ulësh atë topin, do ta marrësh pranë. Do ta pasosh, do ta gjuhësh. Tash nëse do flasim për metra, edhe Messi nuk ka për metra. Apo 20 metra ka? Por ama e ka ndihmuar teknika e lartë që ka pasur. Pikërisht. Pra diferenca themi ndërmjet dy grupeve, njëri që mbështet Messin si skuadër dhe nga ana tjetër teknika e tij që ka ndihmuar dhe nga ana tjetër Ronaldo apo Ermal që ka qenë vështirësi sepse e para për shembull gjendja e tij e përgjithshme fizike ndoshta se lejonte të vraponte në nivele themi që ka vrapor dikur dhe nga ana tjetër grupi që ndoshta nuk e mbështeti 100% në këtë aventurë të botrorit. Je dakord? Nuk e mbështeti fare. E bojkotuan ndoshta. Po pra, kjo është e keqja e grupit. Duhet të pas një arsye. Edhe para 4 vjetësh, po ky grup ishte me këto lojtarë që thoshin ne ka të mëdhenj dhe ka të mirë, nuk kanë qenë kur skuadër. Kurse ndryshe me Argentinën, Argentina nuk ka kualitetet që ka Portugalia si emra si lojtar,
por gjithë punojnë dhe luftojnë dhe vrapojnë për të marrë dhe metrat e mesit. Po dhe ku është ndryshimi? Normal ju keni luajtur futboll, ti dhe Turi ju e dini sa rëndësishme është luash pa top. Pra që pasosh top ke Ronaldo, duhet që Ronaldo të jetë një pozicion tillë që të jetë i lirshëm për ta bërë. Unë kam parë dy detaje të dyve këtyre. Mesit, për shembull, në një pas mori në ndeshjen me, duket me ata të kepit të Gjelbër, ishte pas 60 metra, e uli në mënyrë më të përsosur, sa si lëvizi milimetrin nga... Pastaj e bëri gol. Dhe i goditi bëri gol. Pas në një tjetër, një top që shkoj ke Ronaldo, në ndeshjen me Spanjën, një top që u kthye nga portieri, më duke se... Po, nga portieri. Dhe Ronaldo tentoi, bënde atë kthesën, do më thënë, nëse do ishte Ronaldo, i gjendjes fizike të dikushme, a i top, jo do përfundon në rjetë, po do ishte nga golat më të bukë. Nuk e bëri do dhe rrezika për të rejtje, banë më të atë me Spanjë? Të shohin, të dëgjojmë gjendja fizike e ti nuk ishte... Se çfarë mendon Ilir Kepa, ish futbollist i shquar i vllaznisë në vite, sot punon dhe jeton në Belgjik, dhe natyrisht mik i mirë e emisionit ton. Ilir Kepa, mirë se erdhe në Futboll jo Soccer. Mirë mbrëma, Maksi, mirë mbrëma dhe të ftuarve. Të shoh që në një zonë turistike me pushime në mos gaboj apo jo? Jam në Velipoj, në qytetin tim të dashur, në Velipoj. Shumë mirë. Kepa, si e ke pak të botror? Shiko, është një botror jashtëzakonisht i bukur, është shumë entuziast, një botror me aksionet e bukura, me shumë të pasura dhe me driblime, me gola, me suspens. Dhe me thanë, është një botror jashtëzakonisht i pasur në fazat të përgatitura nga ekipet dhe gjithashtu gjatë aksioneve të cilat përfundojnë nga pjesa më e madhe me sukses. Është një botror që mua pëlqen jashtëzakonisht, sepse nga suspensi, nga ndeshjet me shtesë, nga ndeshjet me penalti, dhe me thanë është një kampionat që ekipet e vogla nuk i dihet se si përfundojnë, si që është fakti... Pra kishte themin e rivalitet Kepa përsa i përket përballjeve ndërmjet emrave të mëdhenj dhe skuadrave ndoshta më pak të kotuara. Ndërkohë, shohim edhe një fakt tjetër, yjet nuk kanë zhgënjyer Kepa, kanë shnuar gola dhe kanë bërë diferencën. Ndoshta më pak Ronaldo, por pjesa tjetër kanë qenë aty, kanë qenë katedër, themi. Shiko, për mendimin tim, Messi është në nivelin e tij, pavarësisht se është në një moshë çik të madhe, domethënë ashtu si Ronaldoja. Janë dy lojtarë të kundërt, kjo është çështje gustot, cili është më i mirë apo cili ka zhgënjur më shumë, aty masanej gjithse cili ka mendimin e vet, por për mendimin tim Messi mbetet gjithmonë pak më sipër se sa Ronaldo. Ronaldo ka qenë shumë i shkëlqyeshëm kur ishte në moshë të re, por kur vjen një moshë, do të thonë, kur nuk është më rezultativ dhe pra duhet të dish të tërhiqesh në fushë se sa e tregon ato virtytet që presin nga ana e tij, atëherë për mendimin tim më mirë të shohim Leao në vend se sa Ronaldo. Unë nuk jam shumë tifoz i Ronaldos, por megjithatë është shumë lojtar i madh dhe i përsosur, por përveç Messit, asnjë lojtar në moshë të madhe nuk e ka vendin në kampionatin botëror, mendimi im. Qartë. Ndërkohë, eliminimi i Belgjikës nga Spanja, si është komentuar në Belgjik dhe natyrisht miqtë e tu, si e kanë pritur këtë eliminim? Është një pyetje me vend. Atëherë, unë po të shpjegoj. Gazetat dhe të gjitha mediat belge duan kokën e trajnerit, e Rudi Garcis. Po.